Mundimi me eliminu si mundësi që nuk do të përsëritet prap, por është gjoja me ullë, sidomos këto kalimet në momentin e fitimit të mandatit prej një subjekt tjetër është tradhti ndaj elektoratit, po dhe ndaj vendit në shuj. Unë personalisht jam deputet i cili jam largu prej një subjekti politik, mirë po edhe pse kom pas pak nasit, mos pajtimet unë kom qëndru deri në ditën e fundit të mandatit tim si deputet në atë subjekt politik edhe në atë grup parlamentar. Në ditën që në shpallë zgjedhjet e rregullta, unë kom dalë dhe kom thonë të reqë dhe kom treguar arsyet për cilat nuk do t'jem më pjesë e një organizimi politik, për shkak që nuk pajtoj me mënyrën edhe me gjitha ato cilën ka ndodhë dhe shka ka ndodhë. Po për ndryshe çdo veprim, sidomos në ditën e para të mandatit, po edhe deri në ditën e fundit, përderisa ai ke fitu votat, tu garu me një program qeveris, ku, domethënë, secili subjekt politik ka një historik tashme, domethënë, edhe të qeverisjes, edhe të opozitës, edhe dim paka shumë çfarë profili ka, i bjen që ti aty për me ushqit edhe për me uble edhe për asë një gjatë tjetër. Andaj, për mu, secili deputet, cili bën manovrimet të tilla, bën për çështjet të tij personale, cilat nëse hyet thellë dhe thellë, natyrisht i kanë me dalë edhe argumente të përfitimeve të ndryshme, qoftë karrierës, qoftë të tjera, ato çfarë munden me qenë. Mirë po, në aspektin e integritetit njerëzor, absolutisht që do duhet qëndronte aty ku i ka fitu votat deri në përfundim të asaj periudhe çfarë ka qenë. Gjithë kjo situatë e cila është kriju gjatë prej zgjedhjeve deri sot, mendoj që një hisë e gjatë mirë e kemi na si organizim i ri që ishëm pjesëmarrës në zgjedhje, dhe për këtë jam shumë krenar për shkak që kemi arrit me ishpërfaq edhe pushtetin e këtyre viteve të fundit, me i tregu që nuk dallon asnjë gjë prej pushteteve të kaluara, bile në shumë sektore është edhe me jo larg pams, edhe me i dëmshëm për proceset caktuar të vendit, një shtytje edhe një mbrojtje që po ja japin, edhe këtu duhet të falenderu për qasjen korrekte në aspektin e medias, sikur të ndjekshin edhe kolegë tjerë në këtë mënyrë me qenë korrekt me secilin që vjen këtu, besoj që do të shpërfaqin edhe ma shumë gjitha subjektet politike, jo vetëm ata cilët janë në pushtet, mirë po një kundërshtim shpeshherë i palogikshëm, i paqëndrueshëm, pa argumente, vetëm po e fuqizon edhe ma shumë ata cilën, domethënë për shkak që po jap argumente mosbesuese ndaj atyre, njerëz janë këtu, jetojnë këtu në këtë vend, shohin, përjetojnë edhe din masanena. Shohin edhe a e din, është çka flasim në momentin që i